urdhzova, u lëndova, por kur nuk u dorëzova. Kërcnun kena me të burgos, ua, thash sa mirë, bile havu pa pare, burën ma keni largu prej pune, mu po më largoni, 4 fëmi po mi leni pa buk, bile më burgu në vi havu pa pare. Për që vazhdun maltretimet disa muj, deri në fund stacionin policor, se mërshin me kërë, më qëshin stacion policor, edhe shkojsha në shpet. Nesër më në mëngjes, o vesha mirë, edhe prapë në punë në zyre. Njëherë një drejtar shka, po zbret për shkave, dikur ma mbyllën derën se më leshin me himrena heq. Në objekt punët, a? Po të dera punët, të dera e zyreve jashtë. Edhe thashu dashke me gjithë një arsyune me himrena, thëmë, kam nevoj me hidejnë beci. Thot mirë, ata 2 policë 3. Edhe drejtori shka për zbret shkallëve, i thot, udrit e 7 qekate, më shaja. Unë që kom pas jakën në veshë, kom qenë, më shani, thasht qka po pritni. Njeni prej tyne ish ma i ri. Po thot, sërbesht falisht do të më folë, thot, kur në femna unë s'kom shumë. Edhe kështu vazhdoj historia ime deri në fund, stacionin policorët, nuk e di ashtë numër 3. Hina në zyre, edhe unë thash nuk po muj me kuptu, si kur ti e në bend tonë, je në zyre tonë, e ty të marim për krahit qesin për zyre, se ta bin dikon tjetër në vend, qysh kishe me reagu? Tha unë e tjetër s'po muj me thonë kur gja, veç po të thonë që asë një herë ma prej qiti stacioni policor, s'ka me ardhë kërkush me të marë. Dhe vërtet që ashtu ndodhi, punova pa paresh, njërë 6 muja 7, deri sa erë vendimin e largun të gjithë dhe edhe ata që kishin betë, edhe mbetëm. Edhe pse nuk pagueshit, ju prapë insistoni të shkoni? Unë e shkoha 6 muj. Cili ishte ai motivi që mbajnë taj shumë atë? Ishtë motivi, edhe ishi nati madhë, se thëshin shqiptarët, me vetë dëshirë për ilshojnë vendet e punës. Prandej, unë thashtë ju të regoj që së është e vërtet, që ju për në largoni nga puna, se nuk është dëshira jonë të mbesin pa punë. Pas atyre 6 muajve punë pa pages, vetëm që ta mbanit gjallat pjesën e punës, motivit, si atë ishin komentet e bashkëshortit, vlezërve, djemve, gjithë atyre antarëve të familjes? Po, familja ime më përkrahte, se ishin gjithë mendimit, ishin veç me nejtë karshi shkallë, dhe me thonë, kushte tjerë plot më akuzojshin, kur vinte kerri policisë para derë, plot kolegë të mitë, plot, e kishin frigët, sa do kudo, po unë sfrigosha pëse isha rritë në polici. Kështu që mandej vujtëm si krejtë shqiptarët e Kosovës, se të cilë mënyrën e vetë të munu gjithë shka me bo, me mbjetu, mirë po së pranova, asë njëherë me dalë për Kosovës. Të më këni qëndru? Asë njëherë. Ishte aj optimizmi, ku e gjenë të pjesën, po? Optimizmi i madhë që kemi nejtë për Kosovën, kena me bo qka do që është e mundun, edhe gjithmonë me shpresë se do të vinë ditët që në kanë artash. Qëfar do të thotë për juve të jesh një njeri i fort, së të mosot kër i kujtoni ato periuda? Një grua e fort apo një njeri fort? Po, një grua e fort, së të mos si ju në ato periuda. Drejt me thonë, një grua e fort për mu nuk është ajo grua që nuk qanë. Grua e fort ajo që përkundër gjitha sfidave nuk dorëzohet kur. Edhe unë kësha dasht me gjithë një shprehje, jo grua burnore. Nuk e dinu pse a veç burra do të me qenë të fort, a nuk bon me qenë një shprehje grunore. Kështu që grua e fort, ajo që nuk dorëzohet. Urdhzova, u lëndova, por kur nuk u dorëzova.